Mustafa shkon bashkë me një mjek për të ndihmuar gruan që e kishte goditur më parë me makinë dhe që tani kërkon ndihmë për vajzën e saj të sëmur. Gruaja e kontakton Mustafajin dhe i shpreh shqetësimin për gjendjen shëndetësore të vajzës së saj. Mustafa, duke treguar ndjeshmëri dhe dëshirë për ta ndihmuar, vendos të shkojë personalisht në shtëpinë e saj, duke marrë me vete një mjek për të siguruar kujdesin e duhur për vajzën. Megjithatë, ajo që Mustafa nuk e di është se kjo situatë është një kurth i organizuar nga Gorkem. Gorkem ka planifikuar këtë skenar për të manipuluar Mustafajin dhe për të ndikuar në vendimet e tij. Ky veprim tregon përpjekjet e saj për të kontrolluar situatën dhe për të arritur qëllimet e saj personale. KVLÇM përballet me një vajzë të re që dëshiron të botojë një libër mbi historinë e saj të dhimbshme dhe dashurisë së refuzuar nga nëna e saj pas ndarjes nga partneri. E prekur nga rrëfimi, KVLÇM vendos ta ndajë këtë situatë me Xhemalin. Gjatë bisedës së tyre, KVLÇM i shpjegon Xhemalit rëndësinë e mbështetjes së vajzës dhe dëshirën për ta ndihmuar në botimin e librit. Xhemali e dëgjon me vëmendje dhe i ofron mbështetjen e tij, duke theksuar rëndësinë e dhënies së zërit grave që kanë përjetuar histori të ngjashme. Doktori pas vizitës siguron nënën se vajza është mirë dhe nuk ka asgjë serioze për t'u shqetësuar. Pas largimit të doktorit, gruaja falenderon me përzemërsi Mustafajin për ndihmën dhe mbështetjen që i ofroi. Duke ndjekur planin e saj të fshehtë, ajo e përqafon Mustafajin, duke e paraqitur këtë si një shenjë mirënjohje të thellë. Mustafa ndihet në siklet dhe përpiqet të ruajë distancën, duke i thënë se nuk kishte pse ta bënte. Nga ana tjetër, është se skena e përqafimit po filmohet fshehur azi nga dikush tjetër. Ky veprim që pritet të përdoret më vonë për qëllime keqdashës. Fati i telefonon Doës duke i thënë se dëshiron të takohet me Xhemren, vajzën e tyre, me arsyetimin se e ka marrë malli për të dhe dëshiron të kalojë pak kohë me të. Megjithatë, qëllimi i vërtet i Fatit nuk është vetëm të takojë vajzën, por të qëndrojë pranë Dohës. Ai përdor Xhemren si një justifikim për të qenë afër Dohës, për ta parë, për t'u lidhur emocionalisht me të dhe ndoshta për të zgjuar kujtimet e së kaluarës së tyre të përbashkët. Gorkem arrin të siguroj fotot që ishin pjesë e planit të saj të fshehtë dhe u komunikon bashkëpunëtorëve të saj se gjithçka po ecën sipas planit. Me një ironi të ftohtë dhe aktrim të përsosur, ajo i afrohet Nilait, e përqafon dhe i thot me fjalë të ëmbla se e do shumë, por pas kësaj skene që duket e ndjeshme, qëndron një qëllim i fshehtë. Ajo nuk vepron nga dashuria, por për interesat e saj të errta. Nilai, duke vënë re sjelljen e çuditshme të Gorkemit dhe gjestin e saj të dyshim ndaj Nilait, shqetësohet. Ajo i tregon Pembes se beson se Gorkem ka diçka të keqe në mendje, një plan që mund të sjellë pasoja të rënda. Por Pembesi zakonisht e injoron paralajmërimin e Nilait, sepse nuk do të përballet me realitetin dhe nuk e merr situatën seriozisht. Kjo le hapur mundësinë që Gorkemi të vazhdojë veprimet e saj pa pengesa. Takimi mes Fatit dhe Doës ngarkon ekranin me emocione të përzira, ku përzihet nostalgjia, ndjenjat e papërfunduara dhe humori i lehtë. Fati, duke shfrytëzuar temën e Xhemres, i afrohet emocionalisht Doës. Ai përdor një stil të zgjuar e të kujdesshëm për të shprehur ndjenjat e tij, duke u paraqitur sikur gjithë vëmendjen e ka tek e bija, por në fakt fjalët dhe gjestet e tij tregojnë qartë që ende ndjen diçka për Doën. Gjatë bisedës, ata diskutojnë për rritjen e Xhemres, ku her pas here këmbejnë mendime dhe humor. Kujtojnë situatat të shkuara me buzëqeshje dhe ironi të lehtë, dhe mes tyre rikthehet një komunikim i natyrshëm dhe romantik. Doha, meqense përpiqet të mbajë distancë emocionale për shkak të ndodhive të kaluara dhe lidhjes së saj aktuale me Girain, nuk mbetet e paprekur nga biseda kalon nga serioze në komike dhe krijon një atmosferë ku shikuesi e ndjen qartë se nën sipërfaqe ndjenjat e tyre janë ende gjallë. Vëllai i Gorkemit fillon të ndjek këshillën e motrës së tij për të krijuar një afrim me Nurseman, jo për ndjenja të vërteta, po për qëllime të fshehta që lidhen me dëshirën e Gorkemit për të larguar Nurseman nga shtëpia. Ai afrohet me Nurseman me një qëndrim miqësor dhe të kujdesshëm. Për të nisur bisedën, ai e komplimenton për artin e saj, duke treguar një interes të veçantë për veprat që ajo krijon. Nursema fillimisht shfaqet e rezervuar, por gjithsesi e vlerëson mirësjelljen e tij dhe përgjigjet me edukat.
Doha dhe Fati vazhdojnë të ndajnë momente të ngrohta dhe komike në pranit të njëri tjetrit. Teksa janë ende së bashku, Fati e vështron Dohën me dashamirësi dhe me një buzëqeshje paksa provokuese i thotë: "Nuk e di a e ke vënë re, por Xhemre më do më shumë mua dhe më ngjan më shumë, apo jo?" Doha, edhe pse përpiqet të ruaj seriozitetin, qesh but dhe ja pranon me humor këtë fakt, duke i dhënë të kuptojë se edhe ajo ka vënë re ngjashmërinë e vajzës me të atin. Në këtë atmosferë të lehtë dhe të dashur, Fati i lutet që ajo të qëndrojë edhe pak më gjatë, duke përdorur justifikimin se ajri është i pastër dhe i bën mirë Xhemres. Asude njoftohet nga disa gazetarë, të cilët pretendojnë se ka në dorë materiale komprometuese dhe fotografi të djalit të saj Firaz. Ata e paralajmërojnë se nëse këto foto publikohen, mund të dëmtohet reputacioni i Firazit dhe i familjes. E shqetësuar dhe e tensionuar, Asude kupton se kjo situatë mund të ketë pasoja serioze. Pa humbur kohë, ajo ju ofron para në këmbim të mos publikimit të materialeve. Gazetarët që e kishin pritur një ofertë të tillë e pranojnë me kënaqësi marrëveshjen, duke u treguar të gatshëm të heqin dorë nga publikimi në këmbim të përfitimit financiar. Asude e shqetësuar nga situata me gazetarët dhe materialet komprometuese për Firazin, vendos t'i fshet të vërtetën burrit të saj. Kur ai e pyet se pse po del në atë orë dhe ku po shkon me nxitim, ajo justifikohet duke thënë se ka një urgjencë pune, pa përmendur asgjë për Firazin apo problemin real. Pas ikjes së saj, babë e birë diskutojnë për situatën, duke thënë se kjo urgjencë mund të ketë lidhje me ndonjë problem të Firazit. Konflikti mes Fatit dhe Mustafait thellohet. Gjatë një momenti në shtëpi, Fati e godet Mustafain me ironi, duke përmendur mbrëmjet dhe darkat që ai kalon me xhaxhain e tij, si një mënyrë për të nënkuptuar që ai po bëhet gjithnjë e më shumë pjesë e një pale tjetër, si në biznes, ashtu edhe në familje. Pembe dhe Abdullah, të pranishëm gjatë kësaj bisede, mbeten të surprizuar dhe të shqetësuar nga ajo që dëgjojnë. Fati drejtohet Mustafait me fjalë të rënda, përveç se na tradhove në punë, tani po vazhdon ta bësh edhe në familje. Mustafa, për të shmangur një debat më të madh dhe për shkak të tensionit të akumuluar, zgjedh të largohet në eshtje dhe të mbyllet në dhomën e tij. Nilaj shfaqet si mbështetja e vetme emocionale e burrit të saj Mustafait pas konfliktit me Fatin. Pasi Mustafai largohet në dhomë, Nilaj hyn pas tij e shqetësuar dhe e tronditur nga ajo që ndodhi. Ajo e mbështet emocionalisht, i qëndron pranë dhe i flet me butësi: "Mos u shqetëso, unë jam me ty." Omer dhe Xhansu ndajnë një darkë së bashku dhe atmosfera bëhet më reflektuese dhe emocionale. Xhansu, e interesuar për të njohur më shumë mbi të kaluarën e tij, e pyet: "Si ka qenë jeta jote, Omer?" Omer, me një buzëqeshje të zymt dhe një ton të përmbajtur, përgjigjet: "Jam divorcuar nga nëna e Mehtanit prej kohësh, më pas takova një grua, ajo më mbushi zemrën." Por me njëherë pas kësaj, ai e ndërpret këtë bisedë, duke treguar se kujtimi i asaj lidhje ende e prek. Ai nuk dëshiron të hyjë në detaje, ndoshta për të mbrojtur veten nga plagët e së kaluarës ose për të shmangur ndjeshmërinë që ende e ndjen.